Periudhat kur rruga joni ishte vështirë dhe sfidat ishin shumë të mëdha, zëri tim mbeti i pandryshuar. Mirë se keni ardhur në ceremoninë përkujtimore në shenjë nderimi për kongresmenin Eliot Engel. Ju lutem që të ngrihemi në këmbë me 1 minutë heshtje të nderojmë kongresmenin amerikan Eliot Engel. Ju faleminderit. Tani më lejoni që në këtë ceremoni përkujtimore në shenjë nderimi për kongresmenin amerikan Eliot Engel, t'ju drejtohem me një fjalë raste. Sot në këtë seancë solemne kujtojmë dhe nderojmë një njeri që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës. Sot e nderojmë dhe kujtojmë mikun besnik, por edhe ligjvënësin e drejtë amerikan, i cili në ditët më të vështira të historisë sonë të re, bashkë edhe me shumë kongresistë dhe senatorë tjerë amerikan, ngriti zërin fuqishëm kundër shkeljes së drejtave tona, represionit dhe persekutimit nga regjimi serbo-jugoslav. I lindur dhe i rritur në Bronx, ai përkiste një brezi politikanësh që e kuptonin shërbimin publik si detyrë morale dhe jo si privilegj. Për 32 vite, 16 mandate me radhë, ai shërbeu me ndershmëri dhe vendosmëri në Kongresin Amerikan. E drejtoi Komitetin për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Përgjatë gjithë karrierës së tij politike, ai nuk rreshti se kërkuari drejtësi për popullin e Kosovës, duke shpërfaqur kështu virtyte të larta njerëzore të një politikani të rrallë dhe të një njeriu të madh. Në vitet e errta, kur shqiptarët e Kosovës po vuanin në regjimin e Miloševićit dhe bota ende hezitonte të vepronte, Eliot Engel ngriti zërin. Ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara shtrihen oqeane dhe mijëra kilometra. Në hartë jemi larg, në madhësi dhe në fuqi jemi të pakrahasueshëm, por në jetën e kombeve të shtypura largësia më e madhe është qëndrimi larg, vëmendjes dhe vendimarrjes. Vendet e vogla shpesh duhet të trokasin gjatë në dyert e botës që të dëgjohen. Në shumë raste ato dyert mbeten të mbyllura derisa bëhet tepër vonë. Rajoni jonë e njeh mirë këtë pritje. Por kur ke miq sikurse kongresisti Eliot Engel, hapja e dyerve të tilla është e mundshme dhe është historike. Të nderuar deputet, më 11 qershor të vitit 1996, kongresisti demokrat arriti ta sigurojë mbështetjen e demokratëve dhe të republikanëve për çështjen e Kosovës. Ata ja dërguan presidentit Bill Clinton një letër në cilën ndër të tjera thuhej: "Ne besojmë se ka ardhur koha që gjendjes në Kosovë t'i kushtohet vëmendja që e meriton. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara duhet t'i kushtojnë Kosovës nivelin më të lartë të vëmendjes që tani, në mënyrë që situata atje të mos përkeqësohet edhe më tej." Disa javë më vonë, më 26 korrik 1996, në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, u shqyrtua rezoluta 155 për Kosovën, tekst të cilën vetë Engel e kishte hartuar dhe e cila dënonte represionin në Kosovë, kërkonte rikthimin e drejtave qytetare politike të popullit tonë dhe rikthente Kosovën në vëmendjen e Washingtonit. Në raport me çështjen e Kosovës, Engel e kuptoi se kauzat e drejta kërkojnë unitet dhe bashkimin edhe të republikanëve edhe të demokratëve. Prandaj suksesshëm arriti të sigurojë mbështetje të gjerë në Kongres. 2 vite pas rezolutës, më 17 mars 1998, në Kongresin Amerikan, Engel foli për përshkallëzimin e dhunës në Kosovë dhe kërkoi që represioni nga regjimi gjenocidal i Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës të mos tolerohej në asnjë mënyrë. Ai e futi Kosovën në rendite në Washington. Në ato vite të rënda, Kosovës nuk i hynin në punë reagimet e vonshme, por njerëzit që flisnin me kohë dhe aty ku fjala ka peshë. Engel ishte njëri prej atyre njerëzve. Gjatë vizitës tij në Kosovë në shtator të vitit 1999, ai shprehi qartë dëshirën që populli jon të jetojë lirë dhe i pavarur. Kur e shpallën pavarësinë më 17 shkurt 2008, ai ishte ndër mbështetësit më të vendosur të njohjes ndërkombëtare.
Por ajo që e bëri të veçantë nuk ishte vetëm ai moment historik. Ishte fakti se nuk u largua pas tij. E dinte dhe thoshte hapur se pavarësia nuk është fundi i një rruge, por fillimi i një pune të vështirë. Kështu vazhdoi të qëndroj pranë Kosovës, duke mbështetur forcimin e institucioneve demokratike, zhvillimin e forcave tona të sigurisë dhe thellimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në periudhat kur rruga joni ishte vështirë dhe sfidat ishin shumë të mëdha, zëri i tij mbeti i pandryshuar. Ky nuk ishte angazhim diplomatik i zakonshëm, ishte besnikëri ndaj një miqësie të përzemërt.